si jemi ne përpara fytyrës së Perëndis. Dhe për këtë arsye desha të lexoja me ju nga Veprat kapitulli 2, nga vargu 37 deri në fund. Në fakt, predikimi do të jetë pak mbi gjithë kapitullin 2, por do t'ju lexoj vetëm ato vargje kryesore. Pra Vepra 2, nga vargu 36 deri në fund. Dhe kështu thot Zoti, kështu është shkruar në fjalën e shenjtë e Perëndis. Pjetri përfundon predikimin e tij me këtë fjalë: ta dije pra me siguri gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia ka bërë Zot e Krisht. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra atyre. Dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt: burra Felezer, që duhet të bëjmë? Atëherë Pjetri u tha atyre: pendohuni dhe secilin nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t'i therrasë. Dhe me shumë fjalë të tjera po dëshmonte dhe nxishte, duke thënë: shpëtohuni nga ky brez i çorroditur. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 shpirtra. Por ata ishin gëmues në mësimin e apostujve dhe në bashkësi dhe në thyrjen e bukës dhe në lutjet. Edhe çdo shpirt i hyri frika, dhe shumë mrekullia e shenja bëheshin nëpërmjet apostujve. Por gjithë ata që besonin ishin bashkë dhe kishin çdo gjë të përbashkët, dhe e shihnin pronat e pasurit dhe u danin të gjithëve sipas nevojës së të cilit. Dhe ngumonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull, dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me ngazëlim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdëruar Perëndin dhe duke pasur hir përpara gjithë popullit. Dhe Zoti i shton të kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Vëllezër dhe motra, në javën e kaluar ishte festa e Rëshajeve. Ju dini, me atë festë madhe, premtjen e madhe, ne kujtojmë vdekjen e Zotit Jezus në kryq. Ai ka paguar për mëkatet e bijve e fëmijëve të tij. Pastaj, mbas 3 ditësh ai u ringjall prej së vdekuris dhe ishte 40 ditë këtu në tokë në një mënyrë fizike, trupore, për t'i mësuar discepujt e tij shumë mbi gjërat e Perëndisë, e mbretërisë së Perëndisë. Kështu po thot fjala. Pastaj Jezusi u ngjit në qiell dhe 10 ditë më vonë ai fryma e shenjtë u der mbi discepujt, mbi apostujt. Dhe kjo e kemi lexuar, mund të lexojmë te vargu 4 të kapitullit 2. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte atyre të shpreheshin. Mund të themi, Rëshajet, festa e Rëshajeve është një festë misionare. Shumë njerëz mendojnë së pari për frymën e shenjtë, për personin e tij, si pjesa e Trinitetit, ose të tjerët mendojnë për mrekullitë e tij dhe për shenjat që bënin discepujt në emrin e tij. Por gjëja kryesore është që Rëshajet është një festë misionare. Të gjithë kanë dëgjuar ungjilin në gjuhët e tyre. Ka qenë shumë njerëz nga shumë kombët në shtëpinë të tempullit, 15 kombë ose ndoshta edhe më shumë. Të gjithë e kanë kuptuar ungjilin në gjuhën e tyre. Kjo është mrekullia e festës së Rëshajeve. Ne lexojmë edhe përsëri në vargun 11, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha
të Perëndis në gjuhët tona. E pastaj ju e dini, kemi predikimin e Pietrit, do të shikojmë disa pjesë nga predikimi i tij gjatë këtij predikimi. Dhe rezultati ka qenë jashtëzakonisht i madh. Vargu 41 që kemi lexuar, dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3.000 shpirtra. A mund të imagjinoni? 3.000. Çfarë mrekulli e madhe, dhe të gjithë, një fest misionar, të gjithë pastaj u kthyen në vendin e tyre, dhe çfarë kanë bërë? Kanë shpallur ungjilin. Dhe në këtë mënyrë u rrit kristërizimi shumë shpejt gjatë asaj kohë të parë. Por tani desha të mendoja me ju mbi kishën e parë aty në Jeruzalem. Dhe le të shikojmë filles dhe motra dhe unë së pari në pasqyrën e asaj kishe. Dhe predikimi do të rrotullohet rreth vargu 42. Por ata ishin gullmues në mësimin e apostujve dhe në bashkësi, dhe në fyerjen e bukës dhe në luqjet. Nëse e lexojmë mirë, ka në fakt dy gjëra. Në gjë që i përket doktrinës së kishës, ata ishin gullmues në mësimin e apostujve. Dhe tre gjëra praktike, mund të themi. Ata ishin edhe gullmues në bashkësi, në fyerjen e bukës dhe në luqjet. Le të fillojmë me të parën. Ata ishin gullmues në mësimin e apostujve. Ne e kuptojmë përjetësisht të kisha e parë ishin edhe ditët e para, ata nuk ishin libra siç kemi ne, libra të trashëm mbi doktrinën e kishës. Por në çfarë ata kishin, ata ishin gullmues, ata ishin besnik. Dhe patjetër që gjërat kryesore që ata u mësuan, ishte nga predikimi i Pietrit dhe predikimit të tjera të apostujve. Pra nëse ne dëshirojmë të dimë në çfarë ishin gullmues lidhur me mësimin e apostujve, duhet të shikojmë predikimin e Pietrit. Çfarë ka thënë ai? Unë do të përmend tre gjëra që janë shumë themelore për kishën andej në atë kohë, por gjithashtu për ne. Pika e parë mund të përmbledhemi me një emër. Jezus. Edhe pse Pietri i përmend atë emër vetëm 2 herë, një herë Jezus, një herë Krisht. Ky emër, ky person Jezusi është kryesor në predikimin e tij. Ne mund të lexojmë për shembull në te vargu 21, atë varg që shfaqet 3 herë në Bibël, një varg shumë i njohur dhe i rëndësishëm. Dhe do të ndodhë që kushdo që të therras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Emrin e Zotit në këtë kontekst patjetër është emrin e Jezusit. Dhe kjo është diçka e rëndësishme filles dhe motra, sepse për sa kohë që ne po flasim për Zotin në përgjithësi, nëse ne mendojmë për Zotin në përgjithësi, siç po bëjnë edhe të tjerët, po thuajse të gjithë, janë na mungon në të vërtetë çdo gjë. Sepse shpëtimi është vetëm në atë emër. Emrin e Zotit Jezus. Vetëm në atë emër të çmuar ka shpëtim dhe ka falje. Askund tjetër. Vetëm kur mëkatarët therrasin atë emër të çmuar të Jezusit, mund të shpëtohen. Dhe ajo kishë aty në Jeruzalem beti shumë afër kësaj, shumë afër këtij emri. Jezusi ishte gjithçka për ta, padyshim, sepse shumë në të ardhmen u vranë për shkak të dëshmisë së tyre. Në pyetja patjetër reflektimi pasqyra për ne është si është kjo për ty, ose së pari për mua. A është Jezusi gjithçka për mua? Gjithë pasuritë që kam. Dhe a njihet kisha jonë nga kjo dëshmi. Të tjerat që janë jashtë, nëse flasin për ne, a mund të dëshmojnë, ata gjithmonë janë me Jezusin.
gjithmonë flasin për të. Duket se ai është shumë i rëndësishëm për ta. Vëllezër dhe motra, në Jeruzalemi ishte ashtu. Për apostujt, por me siguri edhe për ato 3.000 shpirtat të tjerë. Dhe le të qyrtojmë vetën tonë, nëse ne si kish dhe unë si besimtar, nëse ne do të përshtatëshim në atë kish në Jeruzalem. Ose jo. Mesimi i dytë i apostujve, në qoftë se ne po lexojmë gjithë predikimin e Pjetrit, ka diçka të veçantë, diçka bie do të bie më njëherë në sy. Sepse Pjetri vazhdon të i referohet Biblës gjatë predikimit të tij. Ndoshta që predikimi i tij ka qenë më të gjatë, por ne e kemi në 23 vargje nga vargu 14 deri në 36. Nëse ne po lexojmë me vëmendje ato vargje, ne do të shikojmë që ai referohet djatës së vjetër, që ata kishin në atë kohë, në vargjet 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35. Pra në 13 nga 23 vargje, Pjetri i referohet ose e citon djatën e vjetër, Biblën. Dhe kjo është diçka bazike për atë kishë aty në Jeruzalem. Kjo ishte baza e saj sigurt. Vetëm Bibla kishte autoritet për ta. Kjo ishte ajo mbi të cilën ato bazoheshin. Ja, dhe aplikimi për ne patjetër nuk është kaq vështirë. Ajo është Bibla edhe baza për zgjedhjet tona, vëllezër dhe motra. Ajo është standardi absolut. Dhe a korrespondon jetën time me çfarë po thot fjala e shenjtë. Dhe për ne, është kisha gjithmonë, është Bibla gjithmonë në qendër. Referohet çdo gjë në kish rreth Biblës. Ju e dini që në kulturën tonë është komplet ndryshe. Në kulturën tonë, këtu në Shqipëri, por edhe në vendet e tjerë, ka rëndësi çfarë po mendoj unë, çfarë po ndjej unë, çfarë po konsideroj unë si një gjë të mirë ose si një gjë të keqe. Unë, çfarë më ndërton identiteti im. Atë që më pëlqen mua. Kjo është e vërtetë dhe e vlefshme. Unë. Por, le të jemi sinqerë me njëri tjetrin. Në fakt është krejtësisht e pa rëndësishme atë që më duket mua mirë ose jo mirë. Atë që po mendoj unë. Atë që po ndjej unë. Ka vetëm një të vërtetën. Kështu thot Zoti. Kjo është e vetmja gjë që mbetet. E pyetja është, a i përulemi, a i përulem unë, pa kushte, fjalës së Perëndis. Pavarësisht nga sa më përshtatet mua, më pëlqen mua, ose në natyrë mëgëtare ndoshta nuk më pëlqen fare. Ne le të shqyrtojmë, vëllezër dhe motra, në qoftë se ne si kish dhe unë si besimtar, nëse ne do të përshtateshim me atë kish aty në Jeruzalem. Por edhe më vonë, gjatë gjithë librit të veprave mund të lexoni që kishat në atë kohë ishin duke studiuar, duke bindur fjalën e Perëndis, si vetmi autoritet që ata kishin. Gjëja e tretë e rëndësishme nga mësimet e apostujve, kur Pjetri e ka mbaruar predikimin e tij, vjen patjetër reagimi. Dhe në fakt ai nuk ka folur shumë miqësor me ta. Ne kemi lexuar edhe përfundimin e predikimit të tij, vargu i fundit, ju e keni kryqëzuar Jezusin, por Perëndia ka bërë Zot dhe Krisht. Ju e keni kryqëzuar. Dhe patjetër që njerëz zemëroheshin.
Ndoshta, ne nuk lexojmë, por ishte për të imagjinuar. Por çfarë po lexojmë është krejtësisht të ndryshme. Sepse mira, siç e dim, mira reaguan në një mënyrë komplet ndryshe. Vargu 37, kur ata I dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra atyre. Dhe pyetën Pietrin dhe apostujt, burra vëllezër, që duhet të bëjmë? Fjala të shpuar vjen nga përkthimi grek I Psalmit 109. Dhe do të thotë dëshpërim, në kuptimin e pikëllimit. Dëshpërimi dhe pikëllimi I dikujt që përballet me veprat e vet. I shikon pasojat dhe është plot me pikëllim për ta. Çfarë duhet të bëjmë, vëllezër? U pyesin apostujve. Dhe ata dëgjojnë me njëherë mesazhin të çlirues të Ungjillit 38. Atëherë Pietri u tha atyre, pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Vëllezër dhe motra, në këtë mënyrë po shpëtohesh. Si mund të vi unë te Jezusi? Si një lypës I varfër. Si një lypës I varfër. Me përullje, për shkak të jetës sime mëkatare dhe fajtore. Te Jezusi po vjen me vetdënim. O Zot, është drejt në qoftë ti më dënosh. Unë kam merituar. Dhe s'ka mundësime që unë të përmirësohem. Dhe kush do që vjen në këtë mënyrë, dhe nuk po flas vetëm për herën e parë, por në fakt për praktikën e përditshme, do të dëgjoj edhe përgjigjen e Pietrit, vargu 38. Sepse do të takosh një Jezusi plot me hir dhe dëmshuri. Ne nuk kemi as të drejtë që Zoti të na pranojë, por Jezusi është I tillë, plot me hir, dashuri dhe dëmshuri. Farizejt e ka thënë si talja, ai ulët dhe ai ha me mëkatarët. Por për Jezusin kjo është nder. Ai në të vërtetë ka dëshirë për të ngrënë me mëkatarët. Por vëllezër dhe motra, pyetja për ne është, a kemi ardhur në këtë mënyrë dhe apo vim edhe tani në këtë mënyrë te Jezusi? Sepse me turp të vish te Jezusi, o Perëndi, ji I mëshirshëm ndaj meje mëkatar. Le të shqyrtojmë veten tonë, vëllezër dhe motra, nëse ne po përshtateshim, ne po përshtatim me atë kishë aty në Jeruzalem, edhe në këtë pikë. Kjo është pika e parë, mund të themi, pjesa e doktrinës, e mësimeve të apostujve. Kisha e Jeruzalemit edhe është një kishë shëmbëllore, mund të themi në 3 pika të tjera. Dhe I lexojmë edhe në vargun 42. Sepse kishja edhe ishte gullmues, besnik në bashkësi, në thyrje në bukës dhe në luqet. Le të fillojmë të parën, dhe në bashkësi. Çfarë po thot? Na po thot Bibla vet, vargjet 44-45, por gjithë ata që besonin ishin bashk dhe kishin çdo gjë të përbashkët. Dhe I shishin pronat e pasurit dhe u ndanin të gjithëve sipas nevojës së cilit. Para se të flasim për këtë varg, duhet të flasim edhe për një abuzim të këtij vargu. Sepse ky varg për shembull është abuzuar shumë nga komunistët. Themeluesi I komunizmit, Karl Marx, ka shkruar mbi atë varg. Dhe ai ka thënë, shikoni vetë, kështu bënin edhe të krishterët në atë kohë. Nuk është një gjë nga ne, dhe është një gjë biblike. Kështu ka thënë.
Po patjetër që këtu është komplet ndryshe se sa në atë sistem të komunizmit. Në atë sistem është me detyrë, çfarë po bënin ato të krishterë këtu ishin nga dashuria dhe vullnetarisht. Por ata e kanë bërë ato dy gjëra. Ata kanë ndarë çdo gjë dhe i shisnin pronat e tyre. Duhet të them që ajo pjesë të dytë, që njerëz që i kanë shitur çdo gjë dhe kanë ndarë lekët që ka marrë në atë mënyrë, ne e shikojmë atë zakon vetëm një dhe edhe veprat 5. Pastaj ne nuk e shikojmë atë mënyrë më. Qa ne po shikojmë është mënyra e parë, vargu 44. Por gjithë ata që besonin ishin bashkë dhe kishin çdo gjë të përbashkët. Pra njerëz që kishin me pak fjalë më shumë se sa u nevojitet atyre, ndalnin me të tjerët që kishin nevojë. Me pak fjalë, kjo ishte. Dhe pyetja patjetër është, a është kjo edhe praktika jonë? Por unë duhet të shikoj atë çështje në një mënyrë më të nxjerrë, sepse ne mund të flasim për ushqimet, për ilaçet, për parat, për lekët. Por jo, më të nxjerrë. Çfarë po ndajmë me njëri tjetrin? Apo ndajmë edhe kohë me njëri tjetrin? A jemi të interesuar për njëri tjetrin? Në qoftë se dikush nga ne është një situatë vështirë, a i tregojmë ati vëllai, asaj motre, simpati, ngushëllim, dëmshuri. Çfarë po thot fjala e shenjtë, 1 Korintosve 12, në qoftë se një anëtar vuan, të gjithë vuajnë bashkë me të. Të gjithë vuajnë bashkë me të. Pra të krishterët, vëllezër dhe motra, në qoftë se është mirë, nuk jetojnë larg njëri tjetrin. Ai në shtëpinë e tij, unë në shtëpinë time. Jo, ata janë bashkë. Suportojnë njëri tjetrin, jetojnë së bashku. Jetojnë me njëri tjetrin si një gjymtyr të njëjti trupi të Krishtit. A është jeta jonë, a është jeta ime ashtu, vëllezër dhe motra? Dhe a karakterizohet kisha jonë edhe nga kjo praktikë? Nuk e di në qoftë se është e vërtet, sepse është nga një burim jashtë Biblës, por thuhet për apostolin Gjon, kur ishte në një moshë shumë të madhe, pra më shumë se sa 19, që ai nuk ishte fuqime për të folur, por të tjerët e ndihmonin duke hyrë kishën dhe e vetmja gjë që ai u thoshte vëllezërve dhe motrave në kishën e tij ishte: doni njëri tjetrin. Doni njëri tjetrin. A duam njëri tjetrin? Apo jetojmë me njëri tjetrin? Pika e dytë praktike është që është shkruar në vargun 42 është që të gjithë ata ishin ngulmues në thyrjen e bukës. Dhe kjo i referohet darkës së Zotit. Nuk është e vështirë. Mund të lexojmë edhe në vargun 46, dhe ngulmoni me një mendje të vetme çdo ditë në tempull, dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me ngazelim dhe me thjeshtësi zemre. Të krishterët në atë kohë tashmë po vinin në tempull. Nuk është para veprave 15 që ata ndaluan me atë zakon. Pra të krishterët mblodhen edhe në atë ditë, në atë kohë në tempull. Po patjetër që s'kishin mundësi për të festuar darkën e Zotit dhe si zakon e bënin nga shtëpia në shtëpi. Dhe kjo ka qenë tradita e të gjithë të krishterëve më vonë. Nëse ju po lexoni 1 Korintosve 11, mund të lexoni që të krishterët të dielën në mbrëmë u mblodhen, festuan darkën e Zotit me njëri tjetrin e pastaj ata hanin darkën së bashku, jo darkën e Zotit, por darkën e zakonshme. Kështu e kishin për zakon.
Ne mund të mendojmë me këtë pjesë të paktën ne nuk kemi një problem. Sepse, ne nuk festojmë darkën e Zotit çdo ditë, si me sa duket ata kishin për zakon, por të paktën një mënyrë të rregullt. Dhe kjo është e vërtet patjetër. Por duhet të shikojmë edhe mënyrën në të cilën ata festuan darkën e Zotit. Sepse, çfarë po lexojmë, vargu 46 me ngazëlim dhe thjeshtësi zemre. Dhe edhe nuk mund të izolojmë darkën e Zotit, dhe edhe kjo është për ne, nga të gjitha ato gjëra të tjera. Pse festuan darkën e Zotit një mënyrë kaq të mirë të bekuar? Sepse ata ishin gomues në mësimin e apostujve, në bashkësi dhe në luqe, çfarë do të shikojmë në fund. Pra të gjitha gjërat ishin bashkë për ta. Dhe darka e Zotit ishte vetëm një pjesë për ta. Dhe në këtë mënyrë ata edhe ishin vërtet të përgatitur për darkën e Zotit. Darka e Zotit është diçka e shenjtë. Supozon besnikëri ndaj mësimeve të apostujve. Supozon që unë realizoj që ende jam një mëkatar i varfër. Supozon edhe të gjitha gjërave të tjera praktike. Duke provuar këtë, duke vetë shqyrtuar, ne mund të vim të darka e Zotit. Ashtu si që kanë bërë ato vëllezër dhe motrën e kishin e parë. Le të shikojmë veten tonë vëllezër dhe motra, nëse festohet, administrohet darka e Zotit këtu, nëse edhe ne në të njëjtën mënyrë po vim. Po ham, po pim, me thjeshtësi zemre dhe me ngazëlim. Dhe me të gjitha gjërat të tjera. Pika e fundit është den në luqe, fundi i vargu 42. Ata ishin gomues edhe në luqet. Pra kisha e Jeruzalemit, dhe mund të themi edhe kisha e Deatës së Re, karakterizohej nga luqet e tyre. Ata luteshin së bashku, por patjetër që ata edhe kanë lutur një mënyrë individuale. Dhe është mirë që ne të mendojmë për këtë vëllezër dhe motra, sepse unë mendoj që ka një rrezik. Rreziku është që lutja është si një kuti me ndihmën e shpejtë. Ne e kemi, është aty në mur, dhe na e hapim kur nevoja është shumë e madhe. Pastaj e mbyllim dhe e harrojmë deri rastin tjetër. A më kuptoni? Rreziku është që ne lutemi shumë kur nevoja është e madhe dhe pastaj harrojmë. Apo lutemi vëllezër motra çdo ditë. I paraqesim nevojat dhe shqetësimet tona Zotit. Gëzimet, por edhe fajin ton. Dhe si është brenda kishës? Apo vim nëse ka një takim luqeje, nëse ka një takim tjetër gjatë javës në të cilën studiohet fjala e Zotit dhe po lutet. Patjetër që ndonjëherë është e pamundur për të ardhur në ato takime. Unë shikoj edhe vetë në kishën tonë në Durrës që njerëz ndonjëherë vërtet nuk ka mundësi për të ardhur për një arsye pune ose një detyrim tjetër. Por në nga ana tjetër, nëse ne kemi mundësi dhe organizohet në kishën tonë një takim në të cilin zëri i bashkuar i kishës i drejtohet Zotit, a mund të mungoj unë? A do të ishte mirë? Le të mos bëjmë ashtu vëllezër dhe motra, dhe le të vetë shqyrtojmë veten tonë, si kishë dhe unë si besimtar, nëse ne do të përshtateshim në atë kishë, që ishte me sa duket duke lutur gjithë ditën, ose të paktën gjithë kohën që ata kishin. Ja, si përfundim, sepse çfarë po ndodhi me atë kishë në Jeruzalem?
Në vargun 43 ne po lexojmë çdo shpirti I hyri frika. Dhe shumë mrekulira e shenja bëheshin nëpërmjet apostujve. Dhe në vargun 47 ne po lexojmë që besimtarët e vërtet ishin duke lavdëruar Perëndin, por edhe duke pasur hir përpara gjithë popullit. Dhe Zoti I shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Dhe për të shmangur një keq kuptim, patjetër që nuk po them në qoftë se ne bëjmë të mirën tonë që rezultati do të jetë që çdo gjë është në rregull. Kisha në fund të fundit nuk varet fare, lavdi Zotit, nga përpjekjet tona dhe nga meritet tona. Është vetëm besnikëria dhe hiri I Perëndis që është garancia dhe baza e kishës. Dhe në fund të fundit është vetëm zgjedhja paracaktimi I Tij që është baza e gjithçkaje. Dhe kjo është baza, ky është ngushëllimi që ne kemi si kishë. Çfarë të ndodh? Do të ndodh, po vullneti I Perëndis do të realizohet. Por çfarë mund të mësojmë prej kësaj pjese të Biblës është që ajo që rrezaton nga kisha tek të tjerët ka rëndësi, ose më mirë përdoret nga Perëndia. Ju keni filluar me çfarë ishin 2 bukë, 3 peshk? Shikoni, një kishë plot me njerëz, dhe nuk mund t'ju pyes, por mund të jetë që një pjesë të madhe këtu është shpëtuar për në fillim fare përmes një dëshmie të një person tjetër. Pra ajo që rrezaton nga ne ka kuptim. Dhe ai kuptim në ditën e rishajeve ishte një mënyrë shumë të veçantë. 3000 me një herë dhe pastaj çdo ditë. Në ndoshta ne nuk kemi shpresë për një shumë kaq të madhe. Po atëherë do të thotë ndoshta pak më shumë për besimin ton se sa për Perëndin. Po edhe në qoftë se do të ishte një nga një, çfarë mrekullie do të ishte në qoftë se dëshmia jote personale, por edhe dëshmia e kësaj kishe do të përdorej nga Zoti, kështu që të shpëtohen edhe më shumë. Kjo është vlera. Ky është kuptimi I dëshmisë së kishës. 2 gjëra flas dhe mota për të përfunduar. Së pari kjo, le ta shqyrtojmë veten tonë seriozisht para fytyrës së Perëndis. Për të parë siç jemi ne. Ai njeh ti vërtet ato karakteristika të asaj kishe. E nuk duhet të shmangi nga të pyetje. Nuk duhet të shmangi. Sepse në qoftë se ato karakteristika janë të veçanta, të çuditëra për ne, nëse ne nuk I njohim, ndoshta nuk jemi një krishter fare. Le të vetë shqyrtojmë vetën tonë të lesën në të, në qoftë se I njohim. Po ata nga ju që me hirin e Zotit jeni të shpëtuar dhe më pak ose më shumë që por I njihni ato karakteristika, për ju kam një varg nga Apostoli Paulli, 1 Korintasve 6, vargu 20. Sepse u blet me një çmim për lëvdoni Perëndin, pra me trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që I përkasin Perëndis. Në fakt, nëse ju po shikoni gjuhën greke, duhet shtuar një fjalë, sepse u mbledh me një çmim të shtrenjtë. Ju jeni bler me çmimin e gjakut të çmuar të Jezusit. Çmimi më I shtrenjtë që është paguar nga historisë së botës. Ky është mesazhi atë. Përlëvdoni Perëndin gjatë gjithë jetës suaj, me trupin tuaj
en me fyrin tuaj, sepse të dy ju përkasin Perëndis. Dhe Zoti do t'ju përdorë në këtë mënyrë për lavdinë e tij, për rritjen e kishës. Deri në atë moment që Zoti do t'u thotë gjithë fëmijëve të tij: tani është gati. Hy në gëzimin e Zotit tënd. Dhe atëherë nuk po flasim nuk për një kishë, po vetëm për një bashkësi të gjithë besimtarëve. Nga çdo kishë, me vetëm një qytet për të përluftuar atë qenç, atë shpëtimtar për gjithmonë. Kjo është vërtet jetë, dhe kjo jetë vetet për gjithmonë. Amen. Le të lutemi.